Të nderuar xhamatli, unë dalëm me disa prej haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i kanë titulluar apo i kanë vendosur në kaptinën e quajtur dietarët kaptina e vizitës dhe kërkimit në vizitë të njerëzve të hajrit. Pra, nuk është qëllimi vetëm me bë vizita dhe me bë ziarete dhe me bë ndeje, por qëllimin nga ndejet dhe zjareti dhe vizita dhe misafirllëqet është që njeriu ta shfrytëzon dakikin, ta shfrytëzon shoqërinë, ta shfrytëzon miqësinë për të arritur kënaqësinë e Zotit te bareke ve teala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një grumbull të madh të haditheve na nxiti neve dhe na tregoi se Zoti e don vizitën, e don miqësinë, e don shkëmbimin e përvojave, mirë po nëse e tëra bëhet për hir të Zotit te bareke ve teala. Andaj ka ardhur në hadith të cilën e përmendëm se Zoti jon xhelel xhelalu i ka thënë atij njeriu, për çka pe viziton këtë njeri? Ai ka thënë për hir të Zotit te bareke ve teala, s'kam interes, nuk u mlidh biznesi me këta. Atëherë tha, të përgëzoj me lajm nga Zoti se Zoti don tyje. Në hadith tjetër ka thënë alayhi salatu vesselam, Zoti jon te bareke ve teala i thon, tipte me mshak, tipte wa tabet me mshak, qofshi mirë dhe të mira qofshin hapat e tua dhe xheneti qoftë përfundimi yt. Shiko, njeriu ka mundësi, e ka xhenetin te dera e vet, te shoku i vet, po ai nuk e din. Sikur që Zoti jon te bareke ve teala tha në një hadith tjetër, e ndal robin Zoti te bareke ve teala i thot, o robi jam, usmuna sum vizitove. Robi i thot në ahiret, ja Rabb, thot o Zot, ku smuhesh ti, wa anta rabbul alamin, dhe ti je Zoti i botrave. Thot Allahu te bareke ve teala, meridha abdi, usmu robi jam, aty më ke pas mua. Pra mëshira ime, butësia ime ka qenë që aty kur ti e viziton dikan. Mirë, po çka përfitohet nga i smuti? Ku shkoj te i smuti? Përfiton dëmshuri, përfiton për kujtim për ahiretin, e kështu me radhë. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu vesselam se ka prej robëve të Zotit xhelle xhelalu që veç si ti shifësh ta kujtojnë Zotin xhelle xhelalu. Do ca njerëz janë kështu. Dikush ta kujton hajrin, dikush ta kujton sherrin. Tha Abdullah ibn Mesudi, i kam disa vëllezër musliman, kur i shoh ata, një muj dit forcona në adhurim të Zotit xhelel xhelalu. Abdullah ibn Mesudi, ki njeri i fort në adhurim, ki kodër e sahabeve. Tha, i kam disa vëllezër, kur mbjem i pa, veç mi pa ata, një muj dit forcona, më vjen takati. Qysh vjen? Nga se Allahu xhelal shlon mëshirë të disa prej robëve. Qysh ta alayhi salatu wasalam hadith tjetër, ka Allahu do rob me ba bejnë Allahu në Allah e realizon. Ka disa njerëz të vallahi bëhet çështu dhe bëhet ja realizon Allahu te bareke ve teala. Andaj duhet ta kuptojmë një rregull të përgjithshme, se në këtë jetë kemi ardhur po mushetit, po me bë ziarete, po me bë misafirllëqe, po edhe me pi kafe dhe me pi çaj. Por këto janë vesile, këto janë mjete, këto janë shkallë, ku do me mrinje. Apo sot neve një problematik të madhe që e kemi, se mjetet i kemi shëndruar në qëllime. Andaj shte e shef njerin për shembull, veshjen e vet e këshir gjithë ditën. Nuk mundet kështu. Veshja, po, veshu mirë, po, mos e këshir ta ditën, se si e bë për me këshir veshjen, e bë për me kërku Zotin tan te bareke ve teala. E blen njeriu një vetur, i shkon jeta ato e këshir. Apo, kjo nuk është rregull. E blen një shtëpi prej kjo betoni to, s'bën tjetër. Sa dush ti rrite. Ama e dibe sa e mirë, po betono kjo. Ti më fun ki me lanë këta. Të ardhë mirë, nuk lenë mirë, na për ditë tjetë mi ti për cilë njerëzit. Disa për i tëre të smutë, disa shkojnë të Zotit te bareke ve teala. Çka du të kuptojmë nga kjo? Mos t'i shëndrojna në mjetët, në qëllime. Qëllime o veç Zotit te bareke ve teala. Xheneti Allahu xhelel xhelalu. Andaj ku do që me mëri, si mos të mëri xhenet ki hup. Mo e men këta, e përsërisim edhe një. Sa të dush mëri, sa të dush në këtë dunja, diplomat më të mëdha, arritjet më të mëdha, banu zengini botës. Nëse ti në ahiret së në hinë xhenet, ti ke up me krejta kriterët kuranore dhe këtë kriterët e pejgamberëve. E çka tha Muhamedi alayhi salatu wassalam? Tha, qëllimi i robit është Zoti vetë te bareke ve teala, ta adhurosh Allahun sikur je duke e pa. Dhe hadith tjetër që na argumenton që duhet në takimet tona me i sinu njerëzit, me i zgjell ato. Jo si cili që është e njërës të njerëzit, kam shok të mione. Si cili do shok të vetë. Po si cili mi do shok të vetë, nuk o vlerë vetë veti. Se thame dhe shejtani ka shok.
ato duhen në mes veti, duhen sharr. Edhe zinaçart janë shok në mes veti, edhe rakigjit janë shok në mes veti. E ki po që shush ka muhabeti, por nuk janë të lavdruar ato. E cili është i lavdruari? Ai i cili është ba shok me dikan për hir të Zotit xhelel xhelalu, për hir të vlerave, për hir të Kur'anit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, i kum thonë Gjibrailit që li ka ardhur me shpallje, ela tazuruna akthara min ziyaratik. I ka thonë Muhamedi sa për Gjibrailit, o Gjibrail, pse s'vjen të na më shpesh? Pse s'na viziton më shpesh? Sepse Gjibraili ka ardhur me kohë shumë caktuar dhe ka shkuar. E Muhamedi sa kish lidh dashuri me ta, sa ai është brit të shpallën e Zotit xhelel xhelalu, dhe është meleku i veçantë i Allahu te bareke ve teala. E i tha Muhamedi sa, o Gjibrail, pse s'vjen më shpesh? E Allahu zbriti një ajet nëpërmjet Gjibrailit, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Gjibraili tha, jo, s'ka mundsi. Allahu zbriti ajete, ne nuk zbresim pos ku ta japë urdhër Allahu xhelel xhelalu. Mirë po dietar çfarë thanë? E meselja e parë se melek nuk mundesh me me melek kur do ti. Andaj Muhamedi s'ka pas mundësi me Gjibrailin kur doje ai, po kur doje Zoti. Edhe e dyta, sepse nuk ka qëllimi me gjithë hajde na porina me Gjibrailin. Ç'a më bë me ta? Po Muhamedi sa më shlidh për shkak shpalljes. E Allahu tha, jo, këta e zbresin veç kur dojnë ana, kur duhet nevoja. Mirë po dietar çfarë thanë? I shlidh zemra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për krijesat hajrit. Shiko, ruju zemrën tane mos e lidh për dëni krijesë sherrit. Se të e ja marrë dhe sherrën ati mësanina. Kini po njëri kër e do në dikan, ja marrë dhe fjallet. Kër e do në dikan, ja marrë dhe fjallet. Adoj kujdes me i dash njerëzit e mirë, duaj njerëzit e mirë. Të ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, el mar'u ala dini khalili. Njeri është në fejnë e shokut vetë. Le ta shikoje mirë ka në e ban shok, se nuk mund është mu da për shokit tanë. Se tabiati thamë është hajdut, vjedhës, ta vjedh për shokut, vjedh me si cëllin shkarri. Dhe hadithi tjetër i cili argumenton për vlerën e dashnijës për njerëzit e mirë dhe mi hulumtu ata dhe mi gjurmue, dhe në to ka njerëzit mirë sa të dush. Ka gjallartë mirë, ka djetartë mirë, ka vëzlartë mirë, ka musliman thjesht mirë, ka zenginat mirë, ka fukarat mirë, ka lloj llojshmëri të Zotit xhelel xhelal që i ka kriju Zotit te bareke ve teala, të gjithëve kalon hajr Allahu te bareke ve teala. I tha njëri prej shokëve të Muhamedit sam, Ebu Musa al-Ash'ari, tha, ja Rasulullah, tha, njëri pi neve i do të mirët. Ebu Musa al-Ash'ari ishte shok i pejgamberit sam, po ishte më i vonshëm. Dhe ata më të vonshmin e dishin kush janë më i hajrit këto, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, e kështu me radhë prej sahabëve të mëdhenj. Tha, ja Rasulullah, unë këta njerëz i shokët e tu, po bajke me isharet aty, unë i du këta, po shumë pi baj punët e tëne, shumë pi baj punët e tëne, sa kanë po shumë punë. Atëra e lehtësoj Muhamedi sa më tha, el mar'u ma'a man ahab. Thot Enes ibn Malik, shok tjetër i Muhamedi sa, kur e kum dëgju këtë hadith, ma ka fladit shpirtin, më ka fresku, tërqenjën teme ka freskue. Pse? Sepse njeri e di, na kitë e dim, cëli për neve bëhat Omer në Khattabi, cëli për neve bëhat si Aliju radhiyallahu an, cëli për neve bëhat si Suhejbi, si Ebu Hurajra, mune mu ba? Po leja ata, cëli për neve mune mu ba si Ebu Hanifja, si Imam Ahmedi, si Imam Shafiu, sumbamin ata, por na flasin për ta, ka dallim me lexuar e shkrimin, me fol për ta, mu thirr te ta dhe mu bolla ata, të ndishka tjetër. Thotë Ibn Malik, kur e kum dëgju këtë hadith, ma ka fresku shpirtin. Pse? Ka thonë se unë e du Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun. Çka argumenton kjo? Se sahabët ja dishin vlerën kush e ka më nalt. E Muhamedi sa me lehtësoj, tha, si ti duni, keni mu kanë me ta. Njeri jo ma çka e do. Andaj nëse na nuk mujna mu mri njerëzit e mdoj, e pak ta qka, mi dasht ata, mi kërku ata, mu mi u shprej respekt atyre, në zemra tona mu kanë dashnia jonë për ta. Andaj Imam Shafiu qka tha? Qikoj këtë fjallë të madhët Imam Shafiut, rahimehullah, tha, nëse si e djetar, banu nxans, nëse si alim, banu kërku si dijes, po të qesën bash ashtë, skivak, tha, atërë mos gabomi u rejt nxansat e dijes. Kjo është minimum. Nër këta hup, ti djetarë së mbash, hafës së mbash, së mbe kërkon hadithin, së mbe barëm duj ata, shprej respekt për ta, mbush e zemrën ta në dashuri për ta, ndoshta të shpëtën Allahu te bareke ve teala, i thu Allahu gjele o Zot, së një mbaunë si ta.
S'ku mujt më bëj si ta. Ama o Zot, ti e di se i kum dasht. A ti e di ai që dasht ajo. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu t'i mbush zemrat tona dashuri për njerëzit e mirë.